Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Pasi që e kemi sharu, se i kemi përmend disa çështje kryesore, se ka gjë disa çështje që kanë të bëjnë me biografin e autorit të librit Riyadus Salihin, pra Imam Nevaviut, atëherë është e udhës që të flasim pakës për librin, në mënyrë që njeriu me pas një pasqyrë të përgjithshme se çka përmban libri dhe si është përpilu ai. Qëllimet e dietarëve kur i kanë përpilu librat e hadithit kanë qenë të ndryshme dhe metodat e tyre kanë qenë të ndryshme sa i përket përpilimit të librave të hadithit. Disa prej dietarëve kur i kanë përpilu librat e hadithit i kanë përpilu në atë mënyrë që mi përmend hadithet me sened, por duke qenë të rëndëritura ato hadithe në saje të domethënë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që quhen hadithe ose që quhen libra musnad. Libra musnad janë ato libra në të cilat përmbajnë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë të transmetuara me zinxhir transmetues, mirë po janë edhe që janë të renditura sipas emrave të sahabeve. Por ka dietar të tjerë që e kanë përpiluar librat e tyre duke i renditur sipas kapitujve të ndryshëm, siç kanë vepruar Buhariu, Muslimi edhe dietar të tjerë, të cilët i kanë përmendur në këto libra hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sened, mirë po i kanë renditur në bazë të kapitujve duke u munduar që të përfshinë të gjitha ose një shumicën e lëmive të shkencave islame, duke përfshirë aty besimin, pastaj kapituj që kanë të bëjnë me fikhun, me tefsirin, me moralin, etikën, me shenjat e kiametit, e kështu me radhë, domethënë prej kapitujve dhe lëmive të ndryshme. Po ashtu ka pasur dietar që i kanë përpilu librat e tyre në saje të kaptinave të fikut. Domethënë ka përmendur aty vetëm hadithe që i përmendin dispozitat e fikut, siç kanë qenë këta dietar të suneneve ose koleksionuesit e suneneve, por edhe më vonë kanë ardhur disa prej dietarëve të cilët i kanë hiq këto transmetimet, zinxhir të transmetimeve dhe i kanë përmendur vetëm hadithet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po duke përmendur vetëm ato hadithe që kanë të bëjnë me çështjet e fikut. Siç ka vepruar Ibn Hajar në librin e tij Bulughul Maram, pastaj edhe Abdul Ghani al-Maqdisi në librin e tij Umdatul Ahkam, edhe disa dietar të tjerë. Sa i përket librit Riyadus Salihin, ky nuk i përket këtyre që i sqaruam më herët. Pra nuk i ka përmendur hadithet që kanë të bëjnë me fikun, por ka përmendur hadithet e tjera. Dietarët e përmendin se qëllimi i tij na u kon që mi përmend çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën e njerëzit, me urdhrat, me obligimet e ndryshme që Allah Azza wa Jall ja ka obliguar njerëzit, sikurse agjerimi, namazi, zakati, mirë po ju duke përmendur detajet e shumta të fikut. Mirë po më shumë duke koncentruar rreth vlerës së namazit, agjerimit edhe kështu me radhë. Pastaj edhe ka përmendur hadithe të cilat kanë të bëjnë me ndalesat e shumta, e sidomos me ndalesat e gjuhës, po ka përmendur edhe hadithe që kanë të bëjnë me veprat e zemrës, sikurse sinqeriteti, tewakkuli, thonë mbështetja në Allahun Azza wa Jall, el-muraqaba, mbikëqyrja e Allahut Azza wa Jall, taubeja, shumë gjëra të tjera. Po ashtu ka përmendur hadithe të cilat kanë të bëjnë me mustahabbatit, me gjërat e preferuara, edhe hadithe të cilat kanë të bëjnë me ato gjëra që njeriu është mirë që të largohet prej tyre ose ndryshe që quhen makruhe, gjëra të qortueshme. Aleikum selam. Dhe ka përmendur edhe veti të ndryshme që do të mos tolis me to muslimani. Me një fjalë është një libër i cili synon me pastru nefsin e besimtarit dhe është i përshtatshëm si për nxënësit e dijes, si për dietarët, por edhe për masën e gjerë, për arsye se ka të bëjë me ato hadithe që i hyjnë zakonisht në jetën e përditshme e njeriu dhe ka të bëjë me jetën e përditshme të tij. Libri është i përbërë nga shumë kapituj dhe po ashtu ka edhe 9 kapituj brenda këtyre kapitujve. I ka 19 kapituj ndërsa i ka 372 9 kapituj. Në fillim, në parathënie, tregon se nuk do të përmend përveç se hadithet e sakta. Dhe është e saktë që ka hadithet e shumta ose shumica e haditheve janë të sakta,
Mirë po ka edhe disa hadithe të cilat janë të dobta, mirë po sipas Nawawiut rahimahullah janë ato që janë hadithe sipas tij ose hasene ose sahiha, do të thonë ose të sakta ose të mira, e që ai pra i ka konsideruar si hadithe që merren parasysh dhe argumentohet me to në çështje të ndryshme. Kjo është, do të thonë, ajo përmbajtja e librit dhe përshkrimi në përgjithësi një pasqyrë e përgjithshme rreth librit. Sa përket rëndësisë së librit, këtu vetëm do t'ju përmendi dy fjalë prej dietarëve të mëdhenj, sikur se Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, i cili ka edhe vetë një komentim, ka komentuar këtë libër, bile komentimi i tij në një pjesë e madhe është për këtë dhe në shqip, domethënë komenti i Riyadus Salihin, dhe Ibn Uthaymeen rahimahullah thotë huwa kitabun nafi'un lil qulub wa lil a'mali adh-dhahira wal muta'alliqa bil jawarih, lidhalika yanbaghi an yu'tana bi hadha al-kitab. Kjo është një libër shumë i dobishëm për zemrat, për veprat e jashtme, për veprat e gjymtyrve, andaj duhet t'i kushtohet vëmendje dhe kujdes këtij libri. Dërsa Sheikh Ibn Bazi ka thënë për këtë libër: "Wa min ahsani al-kutub al-mukhtasara allati tanfa'u al-'amma kitab Riyadus Salihin lil Imam an-Nawawi." Thot Ibn Bazi rahimahullah, për librave më të mira dhe të cilat janë të dobishme për masën e gjerë, por që janë të përmbledhura, është libri Riyadus Salihin. Edhe ky Ibn Bazi ka thënë Lili Imam Nawawi e ka dhënë epitetin e ka quajtur Imam Nawawi. Edhe një fjalë të tjetër të tij, Ibn Bazi rahimahullah tregon një pyetje që ju parashtrohet atij, i thuhet atij se me çfarë libra do të lexojmë, me çfarë libra duhet të merremi të mësojmë ato. Thot pas Kuranit janë libra të Sunetit të ndryshme, sikurse domethënë Buhariu, Muslimi, Sahih Buhariu të Muslimit, Sunenet edhe librat e tjera të hadithit. Wa min al-kutub al-munasiba fi dhalik qira'at kitab Riyadus Salihin. Edhe për librave të përshtatshëm, i cili domethënë është edhe libri i dobishëm, është leximi i librit Riyadus Salihin. Pra, ky libër është i rëndësishëm dhe për faktin se shumë prej dietarëve bashkëkohor edhe të mëhershëm e kanë komentuar, tregon se përzgjedhja e tij në haditheve ka qenë që Allah Azza wa Jalla i ka dhënë sukses atij në përzgjedhjen e këtyre haditheve. Kapitulli i parë është kapitulli i sinqeritetit. Nawawi rahimahullah thot babu al-ikhlas wa ihdar an-niyya fi jami' al-a'mal wal aqwali wal ahwal al-barizati wal khafiyya. Kapitull i cili ka të bëjë me ikhlasin, me sinqeritetin dhe niyetin, i cili do të jetë i pranishëm në veprat e njeriut, në fjalët e tij dhe në gjendje të ndryshme, të cilat janë të ndryshme apo të fshehta. Dhe prej asaj metodologjisë që harrova të përmendi, se Nawawi rahimahullah në këtë libër është se ai fillimisht e titullon kapitullin ose nën kapitullin, pastaj përmend aty ajete kuranore që kanë të bëjnë me përmbajtjen, me temën, pastaj përmend hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shpesh herë ai e jep edhe gjykimin ndaj hadithit, duke treguar se hadithi është sahih, ose duke mbështetur në gjykimin e dikujt nga dietarëve të tjerë, sikurse Tirmidhiu kur thot hasanun sahih, ose mjafton nganjëherë me heshtin e Abu Davudit rahimahullah në librin e tij Sunan, domethënë thotë ka transmetuar Abu Davudi që në kupton se ai sipas Nawawiut rahimahullah është hadith hasan sepse domethënë kemi sharun kur kemi fol rreth Abu Davudi rreth sunetit të tij se disa prej dietarëve konsiderojnë se kur ka heshtur Abu Davudi atëra ai është hadith që mirët parasysh dhe veprohet me ta. Masanej edhe i sharon disa prej fjalëve të panjoftuna dhe nganjëherë flet për disa çështje, mirë po zakonisht përmend ajete kuranore dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse dëshiron që nëpërmjet haditheve me i qartësu ajetet kuranore ose me komentu ajetet kuranore. Pra fillon këtë libër me babul ikhlas, me një kaptin ose me një çështje shumë të rëndësishme, me çështjen e ikhlasit, me çështjen e sinqeritetit, dhe aty pastaj ka përmendur 3 ajete kuranore dhe një mori hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke filluar me hadithin e pejgamberit alayhis salam që është i njohur, innamal a'malu binniyat. Se përket fjalës sinqeritet, do ta qartësojmë tash, ndërsa fjalën niyet do ta përmendim edhe më vonë kur do të flasim edhe se çka është për qëllim me fjalën niyet
tek fuqahat dhe tek dietarët e tjerë. Sa përket fjalës sinqeritet, ikhlas, në arabisht i thënë sinqeritet, ikhlas, është marrë prej fjalës khalas. Khalas ose khalosa është me pastru diçka, me delir diçka, me qenë diçka i qiltër. Pra, qiltërsi, delirësi, pastrim i diçkaje. Ndërsa në aspektin terminologjik, kanë thënë dietarë, kanë shumë definicioneve sa i përket ikhlasit, mirë pa aja që ka mundu me përmend këto është, njeriu kur t'i vepron veprat e tij, atëherë fiksionimi i tij, qëllimi i tij kryesor gjatë kryerjes së këtyre veprave të jetë që ato t'i bëj vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall dhe jo për dikon tjetër. Mos të shoqëroj gjatë bërjes së këtyre vepra në adhurim, mos të dedikoj ato dikujt tjetër pas Allahut Azza wa Jall duke bërë shirk në adhurim, po ashtu edhe duke mos pasur për qëllim dikë tjetër, sikurse lavdërimin e njerëzve, lavdëdashjen, që ata të tjerë të nderojnë, të respektojnë, të arrijë diçka prej dunjas nëpërmjet kryerjes së kësaj vepre e kështu me radhë. Kjo është kuptimi i ikhlasit. Edhe pse kuptimi në të shprehur është shumë i lehtë, mirë po në veprim është shumë i rëndë se të ka hise nefsi. Domethënë ka hise vetvetja, egoja. Dhe dietarët kur kanë folur për ikhlasin, që do të djem në lejen e Allahut Azza wa Jall dhe qartësimi ose i përmendja shumë për aty në fjalëve të dietarëve kanë përmendur se çështja e ikhlasit është çështje me rëndësi, jo me rëndësi, është çështje kryesore, pa të cilën nuk pranon veprat e njeriu, adhurimet e njeriu nuk pranon pa që njeriu i sinqert ndaj Allahut Azza wa Jall. Po kjo nuk kupton që njeriu duhet vazhdimisht me e kontrollu gjendjen e tij, se nganjëherë në disa gjendje, në disa momente është i vetëdijshëm, edhe i kushton vëmendje çështja e ikhlasit, mirë po nganjëherë bjen në gaflet edhe mund me hyj aty riaja, syfasia, lavdidashja ose dëshira për famë, për pushtet ose për diçka tjetër ose për me arrit ndoshta edhe diçka të kësaj dynjaje. Ajetet që ka përmend është i pari ajeti në surën El-Bayyina, ajeti i njohur. Thot Allah Azza wa Jalla: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah." Nuk kanë urdhëruar me diçka përveç se të adhurojnë Allahun Azza wa Jalla duke e adhuruar atë me një adhurim të sinqert. Domethënë me adhurim të sinqert, këtu ka kjo dy kuptime. E që të dyjat janë, domethënë për qëllim këtë ajet kuranor, është që të gjitha adhurimet t'ja kushtoj dhe t'ja dedikoj vetëm Allahut Azza wa Jall. Mos i bësh shirk Allahut Azza wa Jall në adhurim duke ja dedikuar pra dikujt tjetër, po vetëm Allahut Azza wa Jall duke ja kushtuar ato adhurime. Po edhe një kuptim tjetër është ajo që që hyn këtu, që është jo dikujt tjetër duke bërë shirk në atë kuptimin e shirkut të madh, por këtu hyn edhe shirku i vogël, shirku që është për qëllim shirku i syfasisë. Kur dikush ngritet edhe falet ose bën ndonjë adhurim, agjeron ose bën dhikr, lexon namaz, bën ruku në sejdë, mirë po këta me këtë ka për qëllim që të synoj lavdidashjen ose të synoj që ai tjetri ta përmend për të mirë. Këtu hyn edhe shirku i madh edhe shirku i vogël. Njeriu ata janë urdhëruar njerëzit në përgjithësi që adhurimin t'ia kushtojnë vetëm Allahun Azza wa Jall, duke u larguar nga shirku i madh dhe nga shirku i vogël, mukhlisina lahu ad-din hunafa. Hunafa është shumë si hanif. Hunafa është shumë si hanif. Hanif është el-ma'ilu an ash-shirk. Ai i cili është i larguar dhe i cili ka braktisë shirkun. Duhet që njeriu përveç që të jetë adhurues i sinqert ndaj Allahut Azza wa Jall, do të me braktisë çdo gjë që është shirk, do të më largu nga çdo gjë që është shirk, qoftë ajo e madhe apo e vogël. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata, edhe kjo dhe ta falin namazin dhe ta dhënë zakatin, dhe këto janë dy prej ibadeteve më të rëndësishme në fenë tonë, dihet. Mirë po fakti që janë përmendur këtu është se edhe janë shoqëruar me çështjen e tauhidit, sepse fjala la ilaha illallah dihet që është kelimatul ikhlas, fjala e sinqeritetit, sepse nëpërmjet kësaj fjale synohet me adhuru Allah Azza wa Jall dhe largohet njeriu e braktisë çdo adhurim ndaj dikujt tjetër. Për këtë arsye, është i sinqert në adhurimin e tij ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë po faktin që edhe janë përmendur edhe
namazi edhe zakati tregojnë për vlerën e këtyre ibadeteve, po ashtu edhe se me namaz njeriu kur fal namaz, domethënë këtë nëpërmjet namazit edhe nëpërmjet zakatit arrin ata ihsanin, që ka ardhur në hadithin e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Ihsani është që ka ardhur në hadithin e Umar ibn Khattabit që është në ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsanin me përkthin shqip i bën bamirësi, mirë po bamirësi nëse mund domethënë në raport me Allahun azza wa jall është për qëllim që njeriu me adhuru dhe me ushtru vetëm Allahut azza wa jall, me adhurim të sinqert dhe duke adhuruar asnjësoj që është sigurisht duke e parë Allahun azza wa jall, sigurisht domethënë asnjë adhurimi që përqendrohet për ulet në namazin e tij është sigurisht është duke parë Allahun azza wa jall, nëse nuk e arrin këtë kategori, atëherë sigurisht le të përjetoj sigurisht Allah azza wa jall po e sheh. Mirë po në fjalën ihsan bamirësi është edhe bamirësia ndaj krijesave. Për këtë arsye nëpërmjet namazit njeriu domethënë adhuron Allahun azza wa jall, është një farë bamirësie, ashta fjala shqip nuk është e përshtatshme bamirësi ihsan për arsye se ihsani ka kuptime më të mëdha në gjuhën arabe, mirë po detyrohem ndoshta me përdor këtë shprehje. Pra në raport me Allahun azza wa jall është që ihsani nënshtrimi dhe Allahut azza wa jall duke u nështruar Allahut azza wa jall përmes faljes së namazit, për uljes së tij në namaz, dhe dyta ihsani, domethënë nëpërmjet bamirësisë ndaj krijesave, bamirësia ndaj krijesave është më e mirë, më e vlefshme, më e lartë është duke e dhënë aty në zakatin. Wa dhalika dinul qayyim, kjo është ajo rruga e drejtë, rruga e sigurt e cila çon drejt xhenetit dhe çdo rrugë tjetër çon drejt rrugës së xhenemit. Nuk do të ndalemi në komentim edhe me të gjerë të këtij ajeti koranor, po qëllimi me këto është që ky ajet koranor aludon në çështën për çështën e ikhlasit. Domethënë për çështjen e ikhlasit, se njeriu gjatë faljes dhe gjatë bërjes së ibadeteve duhet të adhurojë Allahun azza wa jall me adhurim të sinqert, duke synuar kështu kënaqësinë e Allahut azza wa jall, jo të bëj ato vepra për dikë tjetër. Pastaj ka përmendur ajetin koranor tjetër, la yanal Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu azza wa jall nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por tek ai arrin takvaja e juve. Çka është për qëllim me këtë ajet në surën Hajj? Është për qëllim që njerëzit kur janë haxhilet, kur janë haxh, Allahu azza wa jall ka ligjësuar për ta që me prej kurbana. Ata që janë mutamatti'in, që kanë haxhin tamattu' ose haxhin qiran, ata presin kurbanin. Dhe përmes thirrjes së kurbanit, të deveve ose kurbaneve të tjera, ata synojnë me këto me ofru Allahut azza wa jall. Mirë po, a është për qëllim vetëm ana e jashtme, ana e prerjes, a është për qëllim që domethënë çështja e mishit edhe gjakut të tyre apo diçka tjetër? Allahu azza wa jall është el-Ghani, që s'ka nevojë për kërkon. Është i pasur, i cili nuk ka nevojë për kërkon. Për këtë arsye nuk ka nevojë për edhe për ibadetin e tij njerëzve, por as për gjakun, as për mishin, as për asgjë. Mirë po thot Allahu azza wa jall se këto nuk janë për qëllim, është për qëllim ajo bindja juve, sinqeriteti juve, veprat e juve të mira, që është për qëllim e fjalën e taqwa minkum. Taqwa do të thonë bindja ose sinqeriteti ose veprat e mira nëpërmjet të cilave ju afroheni tek Allahu azza wa jall me to. Kjo është për qëllim se duke mbështetur në ajetin koranor ku Allahu azza wa jall thot në Kur'an, thot ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Tek ai ngritet fjala e mirë, ndërsa vepra e mirë Allahu azza wa jall ngrit ai. Pra Allahu azza wa jall nuk ka nevojë për këto, mirë po e ka ligjësuar në mënyrë që njeriu me bëu këtë vepër për hir të Allahut azza wa jall, duke praktikuar këtë urdhën të Allahut azza wa jall, dhe kjo është për veprave të mira, që kjo është ajo që domethënë arrin te Allahu azza wa jall dhe merr njeriu shpërblim nëpërmjet kësaj. Pra dhe kjo dëshmon për çështën e ikhlasit. Domethënë yalanuhu at-taqwa minkum, këtu hin edhe në takwa hin në radhë të parë ikhlasi, domethënë sinqeriteti. Pastaj fjala e Allahut azza wa jall, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Thuaj nëse fshehni atë që është në gjokset e juve apo e shfaqni, Allahu azza wa jall e di atë. Po marr parasysh se njëri shfaq diçka apo nuk e shfaq apo e fsheh, Allahu azza wa jall e din. Prandaj Allahu azza wa jall do të thotë kjo se Allahu azza wa jall e di çka kanë shpirtat e njerëzve, i din synimet e njerëzve, i din mendimet e njerëzve, i din animet e këtyre zemrave. Kur të fal namazin apo kur të
bën një sejdë apo kur të bën ndonjë ruku ose kur të lexon ndonjë dhikr. Domethënë ai në anën e jashtme duket për hir të Allahut azza wa jall, mirë për Allah azza wa jall është që e din të brendshme se a është duke bërë për hir të Allahut azza wa jall apo është duke bërë për arsye se dikush ka hi edhe e ka nisë me zbukuruat vepër të mirë. Pra pa marrë parasysh se njeriu domethënë e fshih diçka, nuk e tregon, apo e tregon edhe me gojë se e shfaqni, e publikoni për qëllim me gojët e juve, me gjuhët e juve, atëherë le të dini se Allahu azza wa jall atina nuk e fshihet asgjë. Ai din çdo gjë, është i gjithdijshmi, i mirë informuar, i din çdo gjë, i din edhe ato që ka kena në shpirtat e ton, pa marrë parasysh se çka me domethënë si paraqitemi para njerëzve. Për këtë arsye njeriu kur e din, kur e ka parasysh këto, atëherë nuk i bën dobi që njerëzit me e livdu dhe me fol mirë për ta dhe me ngrit nalt, kur ai ose Allah azza wa jall e din për atë njeri se ai këto vepra është duke i bërë për hir të tjetër kujt, për me arrit famë, për me arrit autoritet ose për me arrit ndonjë lavdat nga ata. Domethënë badi hava është e kotë që ai domethënë i vepron ose ndoshta edhe i bën përshtypje ato lavdërimet e njerëzve, mirë po në anën tjetër, domethënë synon me to jo diçka tjetër, po famën edhe autoritetin, nuk synon me to që të jetë, domethënë të jetin ato për hir të Allahut azza wa jall. Edhe ky ajet kuranor po dëshmon për çështjen e sinqeritetit, se sado që njeriu mundohet me fsheh, mu paraqit para njerëzve, atëherë Allahu azza wa jall e din gjendjen e tij. Allahu azza wa jall e din gjendjen e secilit prej neve. Këto janë shkurtimisht disa domethënë çështje që kanë të bëjnë me përshkrimin e shkurtër rreth librit dhe disa prej ajeteve kuranore, komentimin e shkurtër për mbledhjes të disa ajeteve kuranore që autori ka përmendur në kapitullin e sinqeritetit. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.